Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe nëse në fund të videos ju pëlqen ajo për cilën edhe jeni në këtë podcast. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Sot është e hënë. Data është 16, muaj është i 3, viti 2026, viti që po e shkelim. Edhe atë fort po e shkelim. Për shkak të asaj sepse më bërë sy e vesh çfarë do të ndodh me luftën në Iran, Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe a mund ajo të krijojë edhe një krizë më të madhe ekonomike se sa që pritet. Maqedonia nuk i shkruhet mirë mbas asaj se si këtyre ditëve për ditë më tepër kryetari i gjykatës kushtetuese, jo që përzihet në politikë, por bën edhe shkelje të kodit të kryetarit të gjykatës kushtetuese. A ka dikush të thotë trus ri ku e ke vendin? Por nuk ka. Dhe më ka ardhur mirë, por edhe keq, për shkak se sot i është turrur Afrim Gashit. Dhe të kishtë thënë Musa Xhaferi për të tovarët që shbith pamuka janë. Por unë dhe kësha thënë, që shbith pamuka vlenin deti pa reaguar për deklaratën e parë ndaj kryetarit të gjykatës kushtetuese Konstantinovski lidhur me mospërdorimin e gjuhës shqipe në ato që quhet porositë SMS që duhet i dërgoj Safet City. Anglisht mundeshte. Dhe tash, normal, a i turet. Organit më të larë legislativ i ka përzi kavat Konstantinovski kështu, si Gjaiqi, kër është bërë synet. Por. Unë dalem pak në të që quhet miftini e tetovës. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, jemi në fund, dhe si të muajit të bekuar të Ramazanit, dhe qytetarët po bëjnë matematikat e tyre, si duket nuk u del me miftinin. Ka një rritje nga viti kaluar, pra nga 3.000 denar me ulta, 4 e diçka, ose 4.300. Kështu më thonë shumica e qytetarëve. Ndërsa, varimi është rritur, argjimet për varim. Dhe, duket se 40.000 nuk kam një denar, dhe ju am drejtuar sot me një email, çdo gjë mund të gjesh se si mund ta pyesësh miftinin në web faqen e tyre, por nuk mund të gjesh emailin, duhet të kërkosh shumë fusha dhe në fund ta gjesh. Pra, ajo që u konvenon miftinis i kanë nxjerrë atë çfarë pyesin miftinin. Ja qytetarët pyesin miftinin, pse u rritën harxhimet e hakut të hoxhës dhe të varimit? Ka njerëz që s'kan. Çka nëse nesër dikush vdes dhe nuk ka? Më thënë, do kalve ta mbi tokë, dhe unë dhe kisha thënë, njerëz, për inat të miftinisë të tetovës mos vdisni. Mos vdisni. Ta shohim, 101 fshatra mbulon komunën e Tetovës me gjithë komunat rurale që janë të përfshira në miftininë e Tetovës. Nuk ka 101 hoxh. Mbase ka në çdo fshat 2-3 xhamia, nuk llogaritet ajo. Llogaritet një hoxh, një fshat. Sa xhamia ka, do të thënë në ato fshatra nuk llogaritet. Dhe të shohim se si do i mbulojnë harxhimet. Nuk ka në çdo fshat hoxh. Ja, ai i cili po bën marketing, jo politik, po marketing publik, hoxha i fshatit Lises, njeriu i Sharrit, është i kopaskoshëm, nuk është i rregullt. Unë nuk e di se si e arsyetojnë rrogën e tij. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Pra, miftinia duhet të delë dhe të thotë, pse janë rritjet për harxhimet hakun e hoxhës dhe varimin. Atë kur jemi edhe njerë të varimi, vetëm inshallah këtë javë nuk kanë punuar diçka të varezat, se kur do të shkoni për Bajram, edhe pse shumë hoxhallar janë të ndarë rreth asaj, duhet vizituar për Bajram varezat, dhe do të shihni se pjesa e epërme, pra varezat e reja, nuk janë bashkë ashtu siç duhet. Ka ramje të dheut në varezat e qytetarëve të ndjerë. Tek këtu ka edhe një thyrje të gurit të varrit. Nuk ka koordinim ndërmjet gurit të kokës dhe gurit të këmbët. Nuk ka koordinim. Kjo është vërtet një hallakam, thonë kosovarët. Okej, e nuk është okej, por unë vazhdojmë më tej. Pra, Maqedonia ka dhe hallet të tjera këtyre ditëve. Rritja derivateve të naftës në 7 denar.5, si duket sot, pra, si duket ka shtuar zërat se veç vaj po bë ka 100 denar.
më i liri në për shumë markete. Pritjen tek shtretimet e tjera, sepse është zinxhir, sistem Marshall i thujnë në Amerikë kësaj rritjes. Por, çfarë mund të ndodhë në Maqedoni? Asgjë, do rriten çmimet, njerëzit do reagojnë vetëm në për kafene dhe kur gjë, për atë edhe është kështu. Mund ka befasuar jo për të keq, por për të mirë. Kuba, e cila është një dhëm, një pllumb para Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas, këtyre ditëve sot në vërtet është ballafaquar me ndërprerje totale të energjisë elektrike. Dhe kalon pothuajse gjithë ishullin pa energji elektrike. 10 milion banor. Autoritetet kanë thënë se ka ndodhur një shkëputje plotë e rrjetit elektrik, ndërsa po jetohen shkaqet e sakta të incidentit. Sipas qeverisë kubaneze, problemi lidhet me mungesën e madhe të karburantit, pra rrjetin elektrik të vjetër dhe të amortizuar dhe krizën e thellë ekonomike në vend. Pra, presidenti Kanel ka thënë se vendi nuk ka marrë furnizim me natë për më shumë se 3 muaj, duke bërë shumë të vështirë prodhimin e energjisë elektrike. Nëse vërtet, Venezuela nuk është, ma Maduro është mburg. Kina e ka vështirë ta sjellë, Irani nuk mund ta furnizojë, Rusia është larg e kështu me radhë. Pra, është në kollaps. Por, është një fjalë popullore, thotë, çfarë ka në kuj Shqipërit e në shtëpi? Ne jemi larg, por se përket disa shtretimeve jemi shumë pranë shtretimeve. Pra kjo ndërprerje rrymës elektrike sigurisht bën me sy çka mund të ketë në Maqedoni. Çka mund të ketë në Maqedoni? Ja, në Maqedoni çfarë mund të ketë? Shkurt. Është një shkollë fillore në fshatin Gosti Rasht në Prilep. Stëmi, hyni te telegrami.mk dhe do e keni me video. Vjen shumë keq. Shumë keq. Shumë keq. Ku janë katandisur shqiptarët që nuk i prek as mediumi atje, as nuk i prek dora e pushtetit shqiptar. Pra një realitet shumë i dhimbshëm në fshatin Gosti Rasht, nxënësit ndjekin mësime në kushte mesjetare. Gjuna, jo gjuna, por do i dënoj Zoti gjithë ata që kanë qenë për Ministrinë të Arsimit. Pra, BDI i haroj se haroj, vlen as që të shanë kokën për të, e mos flasim më për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Kush nuk i ka harruar? Kush nuk i ka harruar? Pra në kushte mesjetare. 20 pas ka klasa e parë deri në të 5-ën. Detyron të mësojnë në kushte të vështira, bërë me dije një aktivist atje Shkëlqen Herëllaj. Ne përshëndesim, nuk e dim kush është, por mirë që ka dalë në Mejdan. Dhe është e dhimbshme që në këtë kohë fëmijët të përballen me një realitet të tillë. Nuk është okay, por është për gjuna. Pra, sa më larg ndikimit të shqiptarëve dhe sa më pak shqiptarë atje, shumë më mirë për pushtetin. Pra nuk është kujdesur as komune, e cila ka obligim ligjor. Dhe dini pse? Sot hasa disa shkrime ku thoshin se shqiptarët, ta që vinë nga Kosova, thonë shqiptarët në Maqedoni din të bëjnë xhamia. Okej, rregull. A dini se arsimi fillor, arsimi i mesëm në Maqedoni janë të garantuara me kushtetutë. Dini se shqiptarët në Maqedoni janë taksapaguesit më të mëdhej në Maqedoni e Veriut. Dhe si u kthehet kjo? Asesi. Një shkollë në fshatin Selcim nuk mund ta kryejë. Vleni, po PDSH ishte 2 vite e gjysmë në pushtet. Dhe çfarë nuk bëri? Ju 2 vjet him vitin e 3 sipas kalendarit, se keni lëvizur as mizën. S'keni pse çuditeni. Që pastaj u kritikojnë. Dhe tash do ndalemi pak në ndërsa Maqedonia e Veriut sipas rezervave shtetërore, Maqedonia e Veriut paska natë që ruan në depot e 4 kompanive në vend, një pjesë më e vogël ruhet në rezervuarët që janë në pronësi shtetërore, pjesa tjetër ruhet në 4 kompani, Okta, Mak Petrol, Lukoil dhe Supertrade, të cilët paguhen për këtë shërbim. Dhe, a dini sa ka vetëm për 60 ditë, për një pasi me kaluar Kubës? Kur gjë? Shumë paska. Rezervat e naftës vetëm për 60 ditë. Okej, nuk është okay. E tash do ndalemi te Kostadinovski. Kostadinovski është kryetari i gjykatës kushtetuese dhe unë them këtë me plot vetdije se ai është i porositur. Nga kush? Është Vleni, le ta gjejnë ato nga kush. Dhe Kostadinovski ka dalë sot dhe thot. Ta dëgjojmë se çfarë thot për
kuvendin, a haron se kuvendi është organ më i lartë legjislativ se sa gjykata kushtetuese. Është i pa disiplinuar. Не сум сигурен дека веќе ќе бидам толку конструктивен спрема законодавниот док. Ja, на последната пресконференција годишна кажав медениот месец за собранието заврши. Ние 3 шанси му дадовме на собранието. Први беше законот за електронски комуникации, му одредивме рок 2 до 3 месеца, не ја почитува нашата одлука. Му дадовме рок да не настане несогледливи последици за кривичниот закон, за измените на кривичниот закон. 10 месеци. Тоа ли е однос према Уставниот суд? Ја често викам, собранието е уставно недисциплиниран орган. Kostadinovski. Po pra, e dëgjohet. Kuvendi, cilin e theq Afrim Gashi, është jo i disiplinuar. Afrim Gashi është përgjigjur. Është përgjigjur. Dhe aq di, aq flet. Secili duhet kujdeset për institucionin që drejton, jo të shohte fusha e të tjerëve, tha kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, duke u përgjigjur kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski. Okej, nuk është okej, por ju e dini se unë mbaham i mençur dhe më dëgjoni pak. Kostadinovski doli në fund se është të to fyn telall, po ndë përdori moderne tash, postier. Dhe del kundër Kuvendit. Ta shtrohet një çështje, a është kjo debat juridik apo ambicie politike e Kostadinovskit? Gjykata kushtetuese haron se kushtetuta miraton të Kuvend. I pa disiplinuar që nga Kuvendi apo i te kaluar roli i gjykatës kushtetuese. Jo as këtë for watch pra, e keni kërkuar, shikoni. BDI e sollin pushtet, ju e vazhdoni. Vleni është qeveri. Viti 3. Kur gjykata kushtetuese haron se Kuvendi është mbi të në legjitimitet. Përplasjet e fundit mes kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi dhe kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovskit nuk është thjesht një debat institucional. Ajo zbulon një problem më të thellë, tentativën që gjykata kushtetuese të sillet si autoritet politik mbi parlamentin. Kostadinovski quajti Kuvendin organ kushtetuesisht të pasdisiplinuar, duke kritikuar faktin se deputetët nuk i kanë zbatuar brenda fateve disa vendime të gjykatës kushtetuese. Por ky qëndrim ngre një pyetje thelbësore. A mundet një gjykatë të sillet sikur është mbi parlamentin? Në çdo sistem demokratik përgjigjja është e qartë jo. Dhe nuk merren gjykatat kushtetuese në shtetet e huaja demokratike me Kuvendin. Kuvendi është organ më i lartë legjislativ në një shtet. Deputetët janë përfaqësues të drejtpërdrejtë të qytetarëve dhe vetëm ata kanë legjitimitet politik për të miratuar ligje dhe ndryshime kushtetuese. Jo gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese mund të interpretojë kushtetutën dhe vlerësoj përputhshmërinë e ligjeve me të, por ajo nuk krijon ligje dhe nuk mund të diktojë ritmin e procesit politik në parlament. Për më tepër, kritikat e Kostadinovskit vinë në një moment kur vetë gjykata kushtetuese është përballur me kritika për vendime që prekin çështje të ndjeshme politike dhe etnike. Një nga debatet më të fundit lidhet me projektin Safi City, ku u hap dilema për përdorimin e gjuhës shqipe në komunikimin me qytetarë, pra SMS përfshirë dhe mesazhet informuese. Në një shtet ku gjuha shqipe është e sankcionuar në ligj si gjuhë zyrtare, çdo interpretim që relativizon këtë status krijon jo vetëm debat politik, juridik, por edhe tension politik. Prandaj, reagimi i Gashit se cili duhet të merret në institucionin që drejton nuk është thjesht një përgjigje politike, është një rikujtim i balancës së pushteteve. Aq din, aq fleq. Aq sa din të foli. Gjykata kushtetuese është gardiane e kushtetutës, por nuk është parlament paralel. Dhe as autoritet politik që mund të qortojë organin me përfaqësues të shtetit, sepse në fund, në çdo demokraci funksionale, ligjet e kushtetuta lindin në parlament, jo në gjykatë. Pra, gjykata kushtetuese sillet sigurisht mbi Kuvendin. Nuk është vetëm një debat i zakonshëm institucional, ai tregon një problem serioz në mënyrën se si disa institucione e kuptojnë pushtetin e tyre. Kur Kostadinovski e quajnë Kuvendin organ kushtetuesisht të padisiplinuar, ai duket sikur haron një fakt elementar. Kuvendi është organ më i lartë legjislativ në shtet, jo gjykata kushtetuese. Deputetët janë të zgjedhur nga qytetarët. Gjykata kushtetuese ka rol të rëndësishëm. Ajo kontrollon nëse ligjet janë në përputhje me kushtetutën, por nuk është organ politik dhe nuk mund të sillet sikur i jep urdhra parlamentit. Këtë e bën këtyre ditëve vërtet në fakt sot Kostadinovski. Ironia është se këto kritika vinë në një kohë kur edhe vetë gjykata kushtetuese është e përfshirë në debate të ndjeshme dhe të panevojshme politike. Pra, e dini për rastin për Safi City. Në një shtet multietnik,
ku gjuha shqipe ka status të garantuar me ligj. Do realizimi i saj nuk është thjesht çështje teknike, është çështje politike dhe kushtetuese. Prandaj, mesazhi i Afrim Gashit ishte i qartë, secili duhet të kujdeset për institucionin që o drejton, sepse në demokraci balanca e pushteteve është thelbësore. Gjykata kushtetuese duhet të mbrojë kushtetutën, por nuk mund të sillet sigurisht mbi parlamentin edhe një herë Konstantinovski, sepse në fund të fundit ligjet e kushtetuta miratojnë në kuvend, jo në gjykatë. Dhe unë vazhdoj. Kur duhet të mbronte gjuhën shqipe në Safi City vlen si pjesë e koalicionit qeveritar, vlen i hesht. VMRO-DPN tash nuk ndalet. E ka Konstantinovski. Dhe dikush nga ato qarqet e VMRO-DPN e trimron për çdo ditë e më ditë. Pra, luan rolin e postierit të Lalit dhe i përcolli selamit. Sipas asaj që lexojnë ndërmjet rreshtave, VMRO-DPN nuk mund të dërojë që organi legjislativ kuvendi të udhëhiqet nga ndonjë shqiptar. Po, e kërkuat, ja te keni. Pra, politikbërësit shqiptar janë ata të cilët e morën në qavë dhe janë duke marrë në qavë këtë popull. Më trimëroj edhe më tepër që të kërkoj përgjigje nga 4 politikbërësit që mbahen se janë babat të Vleni. Më trimëroj fakti se sot kryetari i përgjithshëm më tha që ishte në ambientet e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kanë biseduar për shumë çka. Por, po ashtu, ka pasur një telefonat brenda ditës dhe ku ministri i punëve të jashtme i Shtetit Shqiptar Koçiu është dëgjuar me Kocevski. Dhe kanë biseduar edhe për korridorin 8. Çfarë mendon Kocevski dhe VMRO-DPN se nuk do bisedojnë njerëzit? Ja majkata, duhet të kalojmë në Përor, shkojmë Prilep, nga Prilepi në Manastir, nga Manastiri në Prilep, nga Prilepi ose drejt për drejt në Veles, e pastaj nga Velesi në Shkup e del korridori 8 në Kumanov. Ja majkata. E këndej çfarë do bëhet? 1 miliard e 400 milion euro janë ndarë për korridorin 8. Ku janë parat? Ku janë parat? A mund të ketë faj? Enka, se Bekteli thamë nuk është ta që e inkorporuar në këtë. Si jo? Unë turk është palivali. Por, vazhdojmë te unë, të kthejmë ndëthaqet. Ndëthaqet bareme ka publike, ke qamire ka publike. Unë jam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot, dhe ishte. Pra, edhe njerë, ftoj lideret e Vlenit, që në mënyrë vetanake të prononcohet, me kë është Bilat Kasami, me kë është Izet Mexhiti, Aga i Shkupit, me kë është Bekim Sali, me kënd është Arben Fetaj dhe me kë është Afrim Gashi në luftën Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet të deklarohen. Vleni është koalicion, të ngrit partinë e vete. Pra duhet të deklarohen. Nuk është okej, por unë këtu edhe njerë doja të thojë, nëse ju ka pëlqyer diçka, bëni një subscribe, nëse jo, dëgjojmë nesër mbrëma. Ishit me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani.